apo riparimin e bloqeve të Kekut janë nga si me thonë, ndërmarrjet më të forta botërore siç është Alstomi, prandaj janë harxhuar miliarda dhe miliona euro dhe sot kemi një kollaps energjetik në vitin 2025, e konsideroj edhe si cenim të sigurisë publike, cenim edhe të sovranitetit edhe si sabotim, ndoshta janë edhe qarqet anti-Kosovës duke punuar që Kosovën ta vendosin, sepse kur nalet rryma apo kur s'kemi rrymë dhe varemi nga shtete tjera, në mënyrë automatike hubëm edhe sovranitetin. Pra, sot edhe FSK-ja dhe policia janë të rrezikume sepse nuk kanë rrymë stabile, nuk janë të sigurt se ka rrymë, për këforin e dim që këfori e ka rrymën, domethënë të e ban vetë, dhe kjo nën kupton që unë me qenë se nuk po ka politikaj të përgjithshëm dhe deputet të përgjithshëm dhe jemi në ndikimin e mafisë energjetike në Ballkan, ne vetëm shpresë kam që prokurori special ose prokuroria speciale sonte të shkojë në Kek edhe të mos shkojë të caktohet nga kryeprokurori në detyrë që është Besim Kelmendi ta caktojë një prokuror sonte apo një ekip të prokurorëve dhe të shkojnë në Kek të shohin se çka ka ndodhur, ku janë ato mbledhje, a ka çu dikush në email, sepse është sistemi i ngritur brenda ndërmarrjes publike, është departamenti, është kryeshefi ekzekutiv, është bordi i drejtorëve, është Ministria e Ekonomisë dhe Zhvillimit Ekonomik. Dikush e ka çu një email atje që mundet me ro bloku dhe unë jam i sigurt sepse kam punuar vend ndërmarrje publike dhe kur ka pas rreziqe brenda Telekomit të Kosovës apo në postën e Kosovës, unë për veti kur e kam pa një rrezik e kam shkruar një email që kjo punë ka rrezik që ta vendos në kollaps Telekomin për shembull. Dhe unë jam i sigurt që ka ekspert brenda Kekut që e kanë paralajmëruar që do të bëhet një kollaps energjetik, por ka dikush nga një instrument i politikës brenda që ka qenë në urdhat politike dhe të mafisë energjetike, sepse unë e konsideroj që ministrat e qeverisë Kurti dhe vetë Kurti dhe ambasadori që është në rretime janë anëtarë të mafisë energjetike dhe prokuroria speciale, nëse nuk mund të kryejnë këtë punë, atëherë duhet të aftojmë FBI apo një organizatë ndërkombëtare amerikane që të na nxjerrë nga kjo krizë, sepse fëmijët tanë dhe ju nesër mund të mbetni pa punë, sepse nuk do të keni rrymë ta mbani këtë emision. Zotri Belloaqa, mendoni edhe ju s'ma kishi ngriti një sër shqetësimesh sa i përket funksionimit të Kekut në këtë rast, a mund të ketë ndonjë keq menaxhimi i cili e solli energjinë elektrike në këtë situatë? Po sigurisht që ka keq menaxhim, vetë fakti se nuk në ndërmarrje ndër vite faktikisht nuk është e suksesshme, nuk duhet më zgjeru prodhimet, duhet më investu, duhet më kjo që ka adrat profesionale faktikisht edhe me punu një interesin publike, sepse pa një reform të thellë energjetike nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka mirëqenie ekonomike. Veç të bëjnë një ndërhyrje më falë se që të jemi më të qartë për publikun. Brenda Kekut ka një drejtor të bllokut A, ka një drejtor, ka një departament, ka një drejtor të bllokut B, ka një drejtor të prokurimit, ka inxhiniera përgjegjës për këtë punë. Është bordi, është kryeshefi, prandaj ka emra dhe mbi emra, sepse zinxhiri është me persona të cilët kanë përgjegjësi. Ju jeni përgjegjës për këtë emision. Dhe atje publiku ose deputetët apo prokurori i shtetit duhet të atakojë drejtorin e bllokut që ka rënë dhe të jap sqarime a e ke njoftuar ti kryeshefin dhe kryeshefi i bordit se po duan që kaq para që ta riparosh dhe të mos bëjmë kollaps.